çka duhet të konsumojmë gjatë verës e gjithçka tjetër bashkë me Flora Irizi Shala, nutricioniste. Faleminderit shumë Flora. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Tani, diskutojmë pak për këto trendet e fundit, edhe para se të filloj me intervist, patëm një diskutim rreth dietës, edhe çfarë konsiderohet sakt dietë, sepse disa po thonë që nuk është e mirë, disa po thonë që është e mirë, a mundet krejt ndoshta stili i ndryshëm i dikujt që ka në mënyrën se si ushqehet të cilësohet si një dietë? Faktikisht, duhet të fillojmë me terminologji këto. Dieta paraqitet si çdo ushqim ose çdo produkt ushqimor që ne e konsumojmë gjatë një 24 orëshi ose gjatë gjithë jetës tonë. Ne mund ta quajmë dietë atë që është për të humbur peshë, për të shtuar peshë, për të menaxhuar sëmundje të ndryshme, mirë po faktikisht ajo është stili të ushqyerit. Mirë po është adaptuar në atë formë që pra të quhet si dietë. Mirë po, dieta pra është ajo që ne konsumojmë në përgjithësi, të gjitha llojet e ushqimeve, pavarësisht a janë fast food, apo janë ushqime të shëndetshme, apo janë ushqime të pashëndetshme, ato përfshihen në dietë. Pra, nëse bazohemi te terminologjia është fjala. Ndërsa nëse bazohemi në jetën tonë përditshme, një dietë tipike që quhet është pra ajo për të humbur peshë kryesisht dhe konsiderohet që të qëndrosh pa ngrënë si dietë. Në fakt, humbja e peshës nuk konsiderohet ndoshta një sfida që e madhe nëse ne do të kujdesemi për mënyrën dhe stilin e ushqyerjes tonë, pra për dietën tonë, për atë çka konsumojmë. Mirë po, anën tjetër, pa tjetër që ka të bëjë edhe koha, edhe do të thënë organizmi atij personi për rezultatin që dëshiron që ta ketë në fund. A është kjo ndoshta pyetja më së shumti që ti merr çfarë të konsumojmë për të humbur peshë, edhe qoftë nga shoqëria, po edhe profesionalisht, vijnë njerëz që kanë këtë problem? Faktikisht po, është një ndër pyetjet kryesore që na bëhet neve si dietologë dhe është ndoshta një ndër pyetjet që më së paku e dua, sepse është shumë e përgjithshme, është e përgjithësuar. Dhe nuk mund ta quajmë ta zëm humbje të peshës momentin që ne do të humbim glikogjen dhe ujë nga trupi. Humbja e peshës është momentin kur humbet përveç glikogjenit edhe ujit që është i pashmangshëm të humbet në rastin e humbjes të peshës, humbet edhe sasia e dhjamit, pra kjo është ajo që ne faktikisht edhe synojmë. Në këtë rast duhet të jemi më të specifik, pra në ushqimet që i përdorim për personin në fjalë, pra duhet të jetë e personalizuar dieta ose stili të ushqyerit që të arrijmë rezultatet cilat janë pra të personalizuara për të. Dhe nuk mund të ndjekim shablonet cilat faktikisht nuk janë të personalizuara për secilin edhe nuk ka ndoshta ushqimet që do t'i nevojitëm për të pasur performancën fiziologjike ai organizëm në mënyrën më të mirë që mundet. Pra, kjo është ajo se çka ne bëjmë, ne i personalizojmë stilin e jetesës dhe të ushqyerit për secilin pacient. Pra, në atë se si është më e mira për të, dhe jo vetëm me shablonet cilat mund t'i gjejmë online lirisht. A është e dëmshme nëse unë përdori ndoshta edhe këtë shablonin e dietës ose listën se çka të ushqehem gjatë gjithë ditës, nga shoqja ime e ka marrë, edhe ajo ka krejt stil tjetër, edhe ndoshta rutinë të ditës tjetër, unë kam krejt tjetër, mund t'jetë e dëmshme për mua? Thonë të drejtën, e kam pas një rast javën e kaluar nga një pacienti ime që tha, ne jemi me gjatësi me shokun tem dhe me peshë thuajse të njëjtë, po e marrun dietën edhe ta shoh ndoshta e përdor edhe ai. Thash në rregull. Mirë po, unë e kisha gjitha dhënat edhe analizat edhe masën trupore, metabolizmin bazal të atij pacienti dhe ka qenë personalizuar vetëm për të. Dhe pacienti tjetër, do me thënë, pacienti tjetër, që veç e kishte marrë dietën, është e vërtet ka humbë peshë. Mirë po, performanca e tij është jashtëzakonisht shumë e ulët në krahasim me pacientin i cili e ndjek dietën e personalizuar.
Pse performance oltë, sepse nuk e ka, do me thënë, kognicionin e duhur që ne e presim nga një person që mba një dietë e cila do ta bëj atë më të gjendshëm në mënyrën se si do të kryej pra të gjitha funksionet e ditës. Pastaj tek parametrat vrehet ndryshimi jashtëzakonshëm, pra nuk kemi humbje të mjaftueshme të indit adipos, pra të djamit. Pastaj kemi humbje më të madhe të glikogjenit se sa që pritet tek pacienti i cili mba një dietë. Pra, në këtë rast, këto janë ato problematikat kryesore dhe pastaj ne nuk e dim se çfarë suplementimi përdor ai pacienta, përdor suplemente apo jo. Zakonisht, në rastet kur kemi menaxhim të sëmundjeve të caktuara ose menaxhim të gjendjeve të caktuara shëndetësore, ne jemi të detyruar që të përshkruajmë edhe suplementimin, i cili gjithsesi që ndihmon përveç dietës e cila është e pasur me elementet cilat i nevojiten pacientit. Mirë po, gjithsesi që kjo është një problematik mjaft e madhe, e shprehur globalisht, jo vetëm tek ne, dhe uroj shumë që të vedisohemi mjaftueshëm që të paktën një konsult ta bëjmë tek dietologu, sepse shumica prej neve kemi nevojë as nuk e vërejmë. Flora, në fakt, si i sheh te këto dieta online? Këta persona cilë të dalin dhe japin këto këshilla të përgjithësuara për njerëzit se si të humbin peshë ose të shtojnë peshë? Faktikisht, disa nga këshillat janë valide. Mirë po, është mjaft e vështirë të vazhdosh një plan dietik të mirëfillt online me një pacient. Ka raste që ndoshta pacienti i bën të gjitha ato që ti i përshkruan, mirë po nuk ka humbje të mjaftueshme të peshës pa u konsultuar direkt me profesionistin shëndetësor, pra me dietologun, sepse nuk ka ndonjë analizë të gjakut, nuk ka kompozicion të masës trupit dhe aty nuk mund të themi që është e dedikuar pikërisht për atë pacient. Andaj këto është edhe problematika, sepse a do t'i konsumoje antibiotikët e shoqës tënde? Absolut jo. Atëherë kështu është e njëjta edhe për ushqimin. Sepse faktikisht, ajo që ne e fusim në organizmin tonë çdo ditë është ushqimi. Dhe ajo nga e cila përbëhet organizmi jonë çdo ditë, pra që ndërtojmë, është vetë ushqimi. Andaj duhet jemi shumë të kujdesshëm për gjitha llojet e ushqimeve që i konsumojmë, për sigurinë e tyre, gjithashtu. Siguria e tregut është pastaj një temë mjaft e gjerë vetë, mirë po ta zëm që kemi produkte të sigurta, atëherë duhet të shohim edhe përbërjen e tyre. A shihni online ndoshta rekomandime ose këshilla që ti asnjëherë në jetë nuk do t'i aplikoje qoftë për vete, qoftë për pacientët e tu? Faktikisht është jashtëzakonshme mënyra e shpërndarjes të informacionit të pabazë dhe më vjen keq që disa prej personave dhe bien prej e tyre, sepse ka raste kur pacienti ndoshta ka shumë nevojë për një këshill të duhur dhe merr një këshill që ndoshta duket rrugë më e shkurtër. Ta them troq që në dietologji nuk ka rrugë të shkurtër, në mjeksi nuk ka rrugë të shkurtra, sepse në rastin tonë kemi të bëjmë me organizmin e një personi, me jetën e tij, dhe duhet kemi kujdes nga mënyra se si i qasemi qoftë pjesës të ushqyerit, sepse ajo faktikisht është diçka e përditshme, por që është një zinxhir shumë i gjatë, i cili ndikon pastaj jo vetëm në ditën e sotit, mirë po edhe në baza e kam fjalën gjenetike, pra në gjenerata për cilat. Sepse fatkeqësisht tashmë ka lloje të ndryshme të informacionit, ka lloje të ndryshme të rrjeteve sociale të cilat nuk si ta them, ndoshta nuk i detektojnë cilat janë ato informacione që nuk janë të bazuara në shkencë dhe pastaj këtu lind problemi që nuk ka evidenca të mjaftueshme që ne ta dimë saktësisht se çka po bën një grup i caktuar i popullatës. Tani, një tjetër diskutim që është
mjaft në fakt i përhapur në TikTok veçanërisht, është edhe fasting, një metodë e cila po përmendet edhe vazhdon të rikthehet si trend, nëse guxojmë ta quajmë ashtu. Mund ta quajmë trend sepse faktikisht po është bërë trend, mirë po fasting është një ndër metodat më të lashta për të ruajtur organizmin ton nga, domethënë, ato produkte cilat në sasi të tepër do ta bëjnë një organizëm shumë të dhjamosur, ta quaj kështu. Është pak një metodë më e thjeshtë, mirë po edhe nëse një fëmijë i vogël do ta pyesësh si të humbë shpesh, ai do të thotë ty që do të humbë shpesh nëse nuk ha. Kështu që kjo është e garantuar dhe në momentin që ne e bëjmë në mënyrën e duhur për gjendjen e pacientit, atëherë gjithsesi që do të kemi rezultat. Ka forma të ndryshme të fasting, ka forma të ndryshme pra edhe të mënyrës se si do të aplikohet në jetën e atij personi, sepse ka për shembull metoda që është disa orë me një kohë që duhet të konsumosh ushqim, për shembull 13-6 ose 24, pastaj 12, nga forma më të ndryshmet. Pastaj është pak më e rëndë që është me 36 orë fasting. Mirë po, më së shumti do ta rekomandoja këtë 12 orë. Pse? Sepse në rastin kur e bëjmë ndalesën pra nga ora 6 e mbrëmjes të ushqimit, deri në ora 6 të mëngjesit, kjo do të ishte idealja, sepse zakonisht mbrëmja është ajo që na jep një naps të shtuar për ushqime që ndoshta janë edhe fast food ose ushqime që janë më të ëmbëla ose më të kripura. Jo që ushqime të jep më shumë kalori gjatë natës, sepse kalorit janë të njëjta të ushqimit, mirë po organizmi ynë funksionon në mënyrë të ndryshme. Hormonet tona funksionojnë në mënyrë të ndryshme, nuk ndryshon ushqimi. Mund të jetë ushqimi i njëjtë, mirë po hormoni melatoninës dhe ajo pra që na vë neve në gjumë, ndikon që gjithçka që ne e marrim në atë kohë të vendoset si ende adipoz më shpejt se sa që do të ndodhte gjatë ditës. Dhe kjo nuk është diçka shumë e vështirë për ta konceptuar. Jo vetëm që po e tham unë, por është diçka që mund ta vërejmë edhe vetë në shtëpi, nëse do të konsumojmë ushqime gjatë natës gjithsesi, që do të shtojmë 1 ose 2 kilogram brenda asaj jave. Një formë e fasting e cila komentohet edhe pëlqejet është që ndoshta të prishet, të thehet fasting në drekë. Të thotë që nga 6 mbrëmje deri të nesërmë në drekë, ora 11-12, sido që ju konvenon njerëzve, deri atëherë të mos konsumojnë asgjë. Pëlqejet që mëngjesi t'jetë kështu? Zakonisht, unë jam një fan se jashtëzakonshme mëngjesit dhe ndonjëherë edhe preferencat personale mund të imponohen tek pacientët ose personat e tjerë në mas, mirë po, faktikisht nëse një person nuk ka problematik me peshën dhe dëshiron të bëj fasting vetëm për përfitimet dhe benefitet shëndetësore, atëherë kjo 12 orë që e përmenda më herët do të kishte më shumë përfitim për të, sepse nuk do të kishte lodhjen dhe nuk do të kishte humbje të madhe të sasisë së ujit, e sidomos tani verës. Mirë po, tek persona që dëshirojnë të humbin peshë, ajo pra thyerja e fasting në drekë do të ishte ndoshta më e përshtatshme për ata që edhe munden ta arrijnë, sepse ka persona që nuk mund ta fillojnë ditën pa kafe, kështu që kafja në mendimin tim tek fasting nuk duhet të konsiderohet që nuk thyhet pra fasting me kafe, sepse është lëng. Kafja ka stimulues neural, pra ka kafein, i cili me njëherë ndryshon statusin ton hormonal, përveç tjerave. Kështu që, gjithsesi që duhet ta quajmë edhe ato pjesë të ushqimit, jo vetëm të hidratimit. Po qajrat, sepse janë një tjetër diskutim, edhe në fakt në shumë dietat të ndryshme thuhet që mundesh me konsumu çfarë do lloj çaji pas orës 6, nuk konsiderohet që ke prish ose ke thy fasting.
Në rastet kur çaji nuk ka përbërje të kafeinës dhe nuk ka përbërje të stimuluesve të ndryshëm, atëherë gjithsesi që nuk mund ta quajmë si ushqyes ose si nxitës të metabolizmit. Mirë, po në momentin që një lloj i çajit, pra ka tazëm kamomila, ka efekt qetësues, nuk mund të quhet që shton kalori shumë të mëdha, sepse një sasi e vogël, pra një filxhan çaj, ka një sasi të kalorive jashtëzakonisht shumë të vogël që është edhe irelevante në një dietë. Kështu që këto lloje të çajrave që janë qetësues do të ishin të përshtatshëm për kohën e mbrëmjes. Temperaturat e larta gjatë verës konsiderohen ndoshta edhe është mit që ndihmojnë në humbjen e peshës. Pse? Sepse shumë njerëz nuk preferojnë që të hajnë shumë gjatë verës, për arsye që tashmë po besoj e dim është pak problematike, po çka rekomandon ti? Edhe është mit kjo që mund të humbim peshë gjatë verës pa dëshiru? Faktikisht është mit, sepse ne e vërtet mund të humbim peshë, por nuk do të humbim peshën që është e dëshiruar të humbet, por do të humbim ujin dhe glikogenin, pra muskujt do t'i humbim, që ato nuk duhet t'i largojmë. Ne e kemi targetin të gdhjami, sepse ajo është që na ja problematikat që ne i shohim në pasqyrë. Mirë po, sa i përket pjesës pra të humbjes së peshës në verë, unë mendoj që është më e vështirë të humbet pesha në momentin që nuk e ke motivacionin për ta humbur peshën, jo stinën e vitit. Sepse sa i përket stinës është e vërtet tek pjesa e verës, ka temperatura më të larta, djersitja është më e lartë, por anën tjetër tek personat që e konsumojnë mjaftueshëm ujin, nuk ka diferencë shumë të madhe. Vetëm tek personat që nuk konsumojnë mjaftueshëm sasi të duhur të ujit, ka diferencë. Dhe pastaj aty mund të shohim pra humbjen e peshës. Dhe këto humben pra glikogjeni dhe uji, nuk është që është humbur djami, andaj edhe nuk mund ta quajmë si peshë e humbur, sepse ajo do të fitohet jashtëzakonisht shumë shpejt, ndoshta me rënjën e temperaturave, sa po të konsumojmë mjaftueshëm ujë ose çajra ose ushqime pak më jashtë dietave të shëndetshme, gjithsesi që do të shtohen me njëherë. Pijet detoks janë një tjetër diskutim, jashtëzakonshëm sidomos në verë. Cilat janë ato pijet që ndoshta ti rekomandon detoks, sepse shpesh shohim edhe ndoshta receta të gabueshme me produkte që ndoshta edhe mund të ndikojnë në të kundërtën e detoksit. Faktikisht, detoksi është një proces biokimik që e kryen në mënyrë të përkryer mëlçia jonë. Dhe nuk kemi nevojë të marrim pije detoks për të detoksifikuar organizmin më shumë se sa që e bën ai punën vetë, sepse faktikisht ne e kemi një organ të tërë i cili e kryen këtë procedurë, këtë detoks, dhe nëse ne e mirëmbajmë në mënyrë të duhur mëlçin, ajo do ta kryej punën e vet dhe nuk do të kemi nevojë për detokset ekstra. Mirë po, në momentin që ne kemi një mëlçi të jamosur ta zëm, pra kemi obezitet tek pacienti, atëherë gjithsesi që këto do të kemi problematika me procesin e detoksifikimit ose largimit të toksinave nga trupi. Detoksifikuesi më i madh është uji, sepse ai i lidh të gjitha toksinat dhe i largon nga organizmi jonë. Mënyra tjetër se si largohen toksinat nga organizmi përveç, domethënë largimit nga sistemi hepatik, pra i mëlçisë, është edhe përmes zorës së trash, zorës së hollë, cilat do t'i përthithen pra të gjitha materialet e nevojshme nga ushqimi që ne e marrim dhe do t'i largojnë përmes bolluesit të ushqimeve. Mirë po, ana tjetër është edhe djersitja që përmendëm më herët, që largon jashtëzakonisht shumë radikale të lira dhe toksina nga organizmi. Andaj nuk duhet ta quajmë ashtu që si shumë të dëmshme dhe djersitjen, sepse është proces normal i cili duhet të ndodhë. Mirë po, detoksin e bën mëlçia dhe ne mund t'i quajmë pije detoks, ato pije cilat kanë përmbajtje ndoshta të elektroliteve pak më shumë, mund të kenë ndonjë frot për të jap shijen e përshtatshme ujit që të konsumohet në mënyrë më shumë gjatë ditës. Mirë po, detoksin e bën vetë organizmi, ne mund ta ndihmojmë
por jo ta bëjmë vatë. Të thotë që gjatë verës thjesht konsumojmë ujen edhe asgjë tjetër edhe ndoshta edhe të vazhdojmë. Cilat janë këshillat e tjera që mundësisht pijet me sheqer të largohen, sidomos gjatë temperaturave të larta. Pijet që kanë përmbajtje të sheqerit, ëmbëlsuesve të ndryshëm, edhe ato që shkruajnë 0 sheqer kanë ëmbëlsues, sepse ajo shija ëmbël vjen nga diçka dhe ato janë ëmbëlsuese të cilët vendosen në pije dhe ushqime. Andaj mundësisht të largohemi nga këto produkte, pijet e gazuara, pastaj gjithsesi ushqimet me sasi shumë të lartë të yndyrave, mishi i kuq që ka sasi më të lartë të yndyrës, ushqimet shumë të kripura dhe të njelmta, sepse këto gjitha do të largojnë ujin nga organizmi jonë. Gjatë periudhës së verës është mirë të konsumohen produktet të cilat përmbajnë ujin e lidhur, që janë fruta dhe perimet. Mirë po gjithsesi, sa i përket frutave, të konsumohen në sasi të moderuar shkaku i sheqerit, sepse kemi raste të shumta të rezistencës në insulin që janë të pa diagnostikuar. Andaj, e thash edhe më herët që është mirë të bëhet të paktën një konsult te dietologu, që të paktën ta dim nëse kemi sindrom metabolike, rezistencë në insulin, ose problematika të ndryshme cilat lidhen me shëndetin dhe ndoshta ne nuk i shohim simptomat e tyre mjaft mirë, siç isha një profesionist shëndetësor që merret me to çdo ditë. Andaj, sa i përket ushqimeve, tashmë në sasi shumë të madhe duhet të konsumohen. Kastraveci ose trangulli, sepse ka përmbajtje të madhe të ujit të lidhur, shalgjire, pjepri, që ka sasi shumë të madhe të vitaminës C, specat, pastaj janë një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C, e cila është antioksidues për organizmin tonë, dhe duhet të konsumohen mundësisht jo shumë të përpunuara, pra jo në forma të ndryshme të gatimit, mirë po në formë të sallatave. Pastaj mund të përdorim si sos i asaj sallatës, jo ndonjë me sasi të madhe enorme të vajet, mirë po të përdorim për shembull kefirin, kosin, jogurtin, cilat kanë përmbajtje të lartë probiotikëve që të ndihmojnë në mënyrën e më të mirë të peristaltikës së zorëve, pra të lëvizjes së zorëve, dhe do t'i ushqejnë mikrobiomën, pra mikroorganizmat cilat janë në zorët tona, jetojnë në zorët tona dhe janë jashtëzakonisht shumë të nevojshëm që ne të mirëmbajmë një jetë të shëndetshme. Shëndeti i zorëve në fakt ndoshta është shumë i rëndësishëm se sa e mendojmë, edhe ndikon gjithkund, qoftë në lëkurë, qoftë në disponimin tonë, qoftë edhe mënyrën se si jemi aktiv ne gjatë ditës. A është e vërtet kjo që zorët e shëndetshme dhe një jetë e lumtur? E vërtet faktikisht, sepse ekziston një bashkë zorë tru. Dhe kjo ndikon jashtëzakonisht shumë në mënyrën se si ne do të mirëmbajmë formën fiziologjike të veprimit të organizmit tonë gjatë ditës. Në momentin që truri ka sasi të mjaftueshme të karbohidrateve ose të sheqernave që janë të shëndetshme për të, ai do të jetë në rregull dhe pastaj do të shpërndajë të gjitha produktet e tjera në pjesët e tjera të organizmit. Për të është e rëndësishme që të ketë burimin e energjisë. Burimi i parë i energjisë në organizmin tonë janë karbohidratet, cilat nuk duhet të largohen si grup i tërë në dieta të ndryshme që e bëjnë eliminimin e grupeve ushqimore. Eliminimi i karbohidrateve është i pashëndetshëm. Është një mënyrë se si ne do të ndikojmë në këtë boshtin zorë tru që do ta shkëpusim dhe pastaj nuk do të ketë atë balancën e të gjitha makronutrientave. Në këtë rast është fjala për shembull ta zëm për keto dietën që i eliminon të gjitha llojet e karbohidrateve, mirë po në asnjë formë unë nuk mendoj që duhet jetë bazë e ushqyerjes së përditshme për persona që nuk e din saktësisht se çka kanë nevojë. Në momentin që një person pa mbikëqyrjen e profesionistit shëndetësor fillon një dietë të tillë, mund të jetë e rrezikshme për ta, sepse do të ndikojë në mënyrën se si ai do të ketë energji gjatë ditës, pastaj
në pjesën e sindromës metabolike mund ta përkeqësoj nëse veç ka, mund të ketë problematika me zorë dhe me inflamacionin e zorëve, pastaj ka edhe shumë ndryshime hormonale që mund të ndodhen nëse ne nuk jemi të përgatitur që ato ndryshimet që mund të ndodhen ti parandalojmë ose të paktën ti menaxhojmë. Nëse jemi në rrugë, ose dhe vera i ka dinamikat e veta, që shpesh herë kemi të pamundur të ushqemi në shtëpi, cilat janë ushqimet më të mira ose më të sigurta, qoftë nga helmimi, qoftë edhe nga këto që i diskutuam, që mundemi me i pas edhe jashtë shtëpisë? Faktikisht, bakteriet janë gjithkohë rreth nesh. Duhet kemi kujdes vetëm nga ushqimet, siç është për shembull mishi i pulës, që ka sasi jashtëzakonisht shumë të lartë të salmonellës, domethënë në mënyrë në glob. Dihet që burim kryesor i salmonellës dhe domethënë helmimet me salmonellë në shumicën e rasteve është mishi i pulës dhe produktet e mishit të pulës. Duhet t'i largohemi gjatë periudhës së verës këtyre dy llojeve, pra produkteve të pulës dhe produkteve të mishit të pulës, edhe gjithashtu edhe vezëve që nuk janë të pasterizuara, pra sepse aty nuk e dim se çka ka ndodhur në procesimin e atij lloji të ushqimit. Duhet të kemi kujdes sidomos te pjesa e mishrave, jo për diçka që mund të helmohemi dhe është e sigurt helmimi, mirë po pas gatimit të tyre është e vështirë që të bëhet ruajtja, ose gjatë kohës prej periudhës së shkrirjes ose të therrjes së mishit, pra deri në kohën e gatimit është shumë e vështirë të bëhet ruajtja sepse temperatura e ambientit është më e lartë se sa që duhet të jetë për të ruajtur ai produkt. Andaj është më mirë që ti afrohemi më shumë produkteve bimore, sepse në atë rast do të kemi pak më shumë një siguri. Mirë po edhe në këtë rast kemi rrezikun e sheriakolit, andaj gjithmonë duhet të kemi kujdes me larjen e produkteve bimore në ujë të ballshëm. Nëse jemi në ambient të shtëpisë, sidomos te sallatat e gjelbërta ose marullat, është mirë që të paktën të vendoset sodë bikarboni ose soda e bukës dhe të lihen për një kohë në atë ujë, pra me sodën e bukës, që të paktën të neutralizohen pak bakteriet dhe pastaj të largohen përmes ujit të ballshëm. Mirë po nëse jemi në rrugë, atëherë gjithsesi që duhet të marrim perimet ose fruta të cilat mund t'i lajmë dhe t'i pastrojmë mirë, ose mund të marrim produkte të drithrave të plota mundësisht, pra nga mielli i zi, jo të jenë produkte të furrës të bardha, mirë po të zeza. Sepse në këtë rast do të kemi një burim tjetër përveç karbohidrateve, që i marrim me bukën e bardhë, në rastin për shembull të bukës së thekrës do t'i marrim përveç karbohidrateve edhe një sasi shumë të madhe të fibrave që janë të jashtëzakonshme për shëndetin e zorëve tona. Faleminderit shumë Flora për gjitha informacionet, ishte kënaqësi, ne të presim sigurisht prapë, kjo është hera jote jo e parë në studion e 410 dhe je gjithmonë e mirë se ardhur në këtë studio. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë të jem në studion tuaj dhe në televizionin tuaj. Shikues të dashur, tani është koha që të përshëndetemi dhe padyshim që duhet falendëruar Telko